Një ngjarje e rëndë kriminale ka ndodhur në Lushnjë rreth orës 01 të mëngjesit ku një casi lëndë plasës së shpërtheu në katin e parë të një pallati parafabrikat në lagjen nga Furmuço. Forca e shpërthimit ishte e tillë që u dëgjua në të gjithë qytetin, duke krijuar panik mes banorëve. Nga shpërthimi u dëmtua fasada e pallatit e veshur me polisterol, në cilën u shkëput tubi ujërave të shiut dhe u thyen xhamat e një apartamenti në katin e dytë. Megjithatë, fatmirësisht nuk ka të lënduar dhe dëmet kanë mbetur vetëm materiale. Shpërthimi ndodhi në banesën ku jeton Shaqe Gjata, 57 vjeç. Në momentin e ngjarjes ajo ndodhej vetëm në shtëpi pasi e bija Klea Gjata ishte në Tiranë. Emri i Klea Gjatës ka qenë i pranishëm më herët në dosje të rëndësishme kriminale. Ajo ishte e dashura e Lart Haxhis, i dënuar me burgim të përjetshëm për disa vrasje, ndërsa në vitin 2023 u arrestua në kuadër të operacionit Kur mos harro, pas dëshmisë të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, i cili zbardhi disa prej krimeve të grupit të Haxhiut. Klea Gjata u akuzua për përkrajet e autorit të krimit dhe moskallëzim krimi, por një vit më pas, gjykata e posaçme vendosi ta lirojë nga qelia duke i vendosur masën e ndalimit të daljes së jashtëtetit. Pas shpërthimit të fundit, policia mori në pyetje Shaqe Gjatën, por ajo deklaroi se nuk ka asnjë dyshim se kush mund ta ketë vendosur tritolin. Hetimet janë përqendruar në disa pista, përfshirë edhe mundësinë e një vendosje të qëllimshme të lëndës plasëse për të kërkuar përfitime si kërkesa për azil jashtë vendit. Njëkohësisht, autoritetet po shqyrtojnë edhe mundësinë që ngjarja të ketë lidhje me të kaluarën e Klea Gjatës dhe kontaktet e saj me grupet kriminale. Ngjarja ka shkaktuar frikë të madhe tek banorët e pallatit, një pjesë të cilëve janë larguar nga banesa e tyre gjatë natës të tronditur nga shpërthimi. Policia e Lushnjës në bashkëpunim me strukturat qendrore është duke mbledhur prova nga vendngjarja dhe ka shpadur prioritet zbardhjen e autorëve të kësaj ngjarjeje që rikthen tensionin e kriminalitetit në qytet.